zbatoni Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Ky është një organ i pavarur nga pushteti ekzekutiv. Ju nuk mund të ushtroni asnjë kontroll në ambientet e punës deputetëve, sepse kontroll personal dhe në ambientin e punës së deputetit nuk ushtron dot kontroll prokuroria pa autorizim të seancës plenare. Dhe nuk munden persona të pa autorizuar të vinë të marrin kontakt me deputetët, të kontrollojnë ambientet ku punojnë deputetët, sepse këtë e ndalon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Mos ma bëj kokën fare ashtu. Nuk ka të drejtë as policia të hyjë në kuvend, as institucionet në varësitë e ekzekutivit të hyjë në kuvend, as prokuria pa lejen tonë. Ne jemi një institucion që kemi pavarësi nga institucionet e ekzekutivit dhe nuk mundet që në ambientet e brendshme të kuvendit ju të autorizoni futjen e inspektorëve në ambientet e punës së deputetëve. Secila prej këtyre sallave dhe çdo ambient në këtë godinë është brenda konceptit të imunitetit deputetit që nuk mund t'i nënshtrohet asnjë kontrolli personal pa autorizim të seancës plenare. Dhe jeni duke shkelur rënd Kushtetutën, aq më tepër që jeni duke u sjell në mënyrë të papërgjegjshme me gjestet që jeni duke bërë. Unë po ju drejtohem me shumë respekt dhe pres që ju të mbani përgjegjësi sipas këtij libri ku keni vënë dorën dhe jeni betuar. Unë e di tani do marrësh fjalën do thosh shumë mirë, ti jemi shumë mirë, se mjekët shumë mirë, e drejta juaj, po ju lutem jepni urdhër të largohet çdo person që nuk ka punë me sallën dhe ambientet e punës së deputetëve. Zoti kryetare, kam edhe me ju, Garda e Republikës nuk mund të lejoj këtu asnjë person të pa autorizuar nga seanca plenare. Ka kërkuar fjalën ministrja Zonja Sala. Zonja Sala, fjala për ju. Ju lutem ta dëgjojmë fjalën e ministrës. Është inspektoriati i autorizuar për të kontrolluar kontrollet. Të lutem, ju lutem. Okej, 5 minuta pushim. Ju lutem se kemi dhe disa projekt ligje dhe do të shkoj vonë me sa duket. Atëherë rifillojmë seancën lidhur me shqetësimin e ngritur nga zoti Bardhi. Kemi biseduar, kemi folur dhe me ministrën e shëndetësisë, natyrisht që ka një ligj, pra nuk është se po veprohet në kundërshtim me ligjin. Ka një ligj që ndalon duanin në ambientet e punës, qofshin këto edhe ambiente publike apo private, por gjithsesi edhe pretendimi i zotit Bardhit duhet trajtuar me seriozitetin që kërkon ky institucion. Inspektorët ju lutem të vinë në një moment tjetër duke ndjekur gjithë procedurën e rregullt, pra pasi ta kemi shqyrtuar edhe në konform rregullores dhe si më thënë kërkesave specifike të veçanta që ka ky institucion. Por kjo nuk na bën të mos theksojmë rëndësinë që ka zbatimi i ligjit kudo, edhe në makinën private, edhe në zyrën private, edhe në një institucion aq më tepër që nuk është privat, mund të jetë ambient pune, por duani nuk duhet lejuar. Forma dhe procedura e inspektimit, pa dyshim, zoti Bardhi ka të drejtë, duhet jetë
konform procedurës të përcaktuar specifikisht, të cilin për momentin nuk mund marrim kohë tani edhe të shqyrtojmë ligjin dhe rregulloren, kështu që për momentin, se nuk bëhet kiameti, inspektorët përfundojnë të largohen dhe të ndiqet procedura e rregullt, i takon administratës që ta ndjek, sekretarit përgjithshëm të kuvendit. Vijojmë me pikën 14, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 95/2015 për shërbimet dhe produktet biocide në shëndetin publik të ndryshuar, referuar në 73.2 rregullores. Nëse ka pyetje për Ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, zonjën Evis Sala, pyetje s'ka, fillojmë me diskutimet. Zonja Sala, keni fjalën pa kufizim minutazhi për të prezantuar projekt aktin. I nderuar kryetar, të nderuar deputet, sot paraqisim një projekt ligj me rëndësi të veçantë për shëndetin publik, projekt ligjin për produktet biocide. Edhe pse në pamje të parë duket një paketë specializuar teknike, realiteti është se ky ligj prek jetën e përditshme të qytetarëve. Ky është ligj që vendos në qendër të tij sigurinë e qytetarëve. Produktet biocide përdoren në spitale, në shtëpitë tona, në industrinë ushqimore ose në ambiente kolektive. Për këtë arsye, standardet për to duhen të jenë të qarta, të unifikuara dhe të garantuara në mënyrë që mbrojtja e shëndetit publik të mos vijë në kurizë të sigurive të qytetarëve. Për më shumë se 10 vjet, Shqipëria ka funksionuar me një kuadër ligjor të pjesshëm, jo plotësisht të harmonizuar me legjislacionin evropian. Boshllëqet ligjore kanë sjellë një proces jo të strukturuar e transparent për të vlerësuar sigurinë dhe cilësinë e këtyre produkteve. Sot ne mbyllim këtë boshllëk. Ky projekt ligj e vendos Shqipërinë në të njëjtin standard me Bashkimin Evropian, duke adoptuar parimet e rregullore së BE-s e duke sjellë një model modern dhe të qëndrueshëm. Projekt ligji që po shqyrtohet sot është një shembull i mirë që integrimi i standardeve europiane shtrihet në çdo qelizë. Ai sjell mbrojtjen e shëndetit publik dhe lehtësimin e tregtisë sipas standardeve europiane. Pse është i domosdoshëm ky ligj? Para të gjithash, për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Produktet biocide nuk janë produkte të zakonshme, pasi përmbajnë substanca aktive që mund të jenë të dëmshme kur nuk përdoren apo nuk kontrollohen ashtu siç duhet. Mungesa e kriterieve detyrueshme krijon të mundësinë që në treg të depërtonin produkte të pasigurta. Me këtë ligj, çdo produkt i tillë do të kalojë një proces të qartë vlerësimi, duke testuar efikasiteti, përbërja si dhe rreziqet e mundshme. Ky projekt ligj i jep fund edhe fragmentimit të deri tanishëm